Falenderojmë Allahu Gjelle Shanuhu wa Gjelle Gjelaluhu. Paqja, bekimet e Allahut qofshin për profetin Muhammed alayhi salatu wassalam, mbi familjen e të nderuar, mbi shokët e tij besnik dhe mbi gjithë ata që ndjekin rrugën e tij deri në ditën e fundit. Elusim Allahu Gjelle Shanuhu ta bëjë besimtarë të sinqertë që jetojmë jetën tonë në rrugën e Muhamedit alayhi salatu wassalam deri në frymën tonë të fundit. Për të respektuar besimtar, vëllezër dhe motra, Allahu Gjelle Shanuhu ju shpërblet që jeni prezent në këtë mbrëmje fetare, një mbrëmje fetare e cila organizohet nga Iftinia e Tiranës, ku elhamdulillah mysafirë sot në xhamin tonë janë do xhallar të mirënjohur, të nderuar të Iftinisë sonë të Tiranës. Kemi hoxhën e nderuar doktor Durim Aliaj, i cili është imam në këtë kohë tek xhamia e Re Nura, afër zonës së kombinatit me Mistomame. Ndërkohë kemi dhe hoxhën Zed Bardoshi që nuk ka nevojë për prezantim, se elhamdulillah e njihni besoj. Allah e shpërblet. Është nder dhe privilegj që ti kemi këto xhallar të nderuar në xhamin tonë. Zoti i shpërblet me të mira. Dhe lut Allahun dhe Shanuhu që të përfitojmë për këshillat e tyre. Temën që kemi përcaktuar për sot me lehtë Allahu dhe Shanuhu, kemi zgjedhur një temë e cila mendoj që është shumë e rëndësishme për ta kuptuar një secili për nesh, rolin i xhamisë në jetën individuale dhe shoqërore të një secili për nesh. Për shembull, kur flasim roli i xhamisë, jo me minare, dy minare, por gjithë aktiviteti që Allahu urdhëron që të ngrihet në xhami, çfarë përfitimesh i sjell individi, çfarë përfitimesh më pas i sjell dhe shoqërisë, ku këtë e kemi ndarë në dy pjesë, ku pjesën e parë me lehtë Zotit do të flasë hoxh Durimi dhe më pas do të japim fjalën edhe hoxh Zedi. Allahu ju shpërblet edhe një herë, pa u ngurë e kaloj fjalën hoxhës nderuar. Allahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi al-amin. Fillojmë me emrin e Allahut, paqja e mëshira e Allahut qoftë me mirë profetin Muhammedin alayhi salam. Falenderoj Allahun e madhëruar i cili na i dha këtë mundësi që të falim namazin e akşamit në xhami. Se ka plot besimtarë që se kanë falë në xhami, ose me arsye, ose pa arsye. Ndaj prej mirësive të Allahut të madhëruar është që njeriu ta falin namazin në xhami. Gjithashtu falenderoj hoxhën i cili Allahu shpërblet përpiqet që të organizojë të tilla takimesh, takime të tjera dhe aktivitete të tjera, ku qëllimi është që të gjithë së bashku të përfitojmë, duke filluar nga folsi, nga hoxha, po themi, dhe kështu të gjithë me radhë, sepse të gjithë kemi nevojë. Të nderuar besimtar, me fol për rolin e xhamisë në jetën tonë individuale apo shoqërore, kërkon shumë, sepse duhet me fol nga të gjitha aspektet, nga të gjitha anët, gjë e cila është e vështirë që në pak minuta ose në ligjërat ta përmbledhim, për vetë arsyen sepse xhamia është prej gjërave kryesore në Islam. Ndaj ne shohim se pejgamberi alayhi salam kur shkoi në emigrimin e tij në Medinë, përpara se të mbrit në Medinë, qëndroi në një fshat afër Medinës, që sot është lagja e Medinës, që njihet me emrin Kuba. Dhe aty ndërtoi xhamin. Pasi ndojti disa ditë aty dhe shkoi për në Medinë, gjëja e parë që bëri ndërtoi përsëri xhamin. Dhe në çdo vend që shkonin muslimanët, prej gjërave të para që bënin ishte ndërtimi i xhamisë. Dhe sikur vetëm ky fakt të meditojmë në të do të mjaftojë me treguar për rëndësinë që ka xhamia. Pra, muslimanët në gjithë historinë e tyre, duke filluar nga pejgamberi selam, kur shkonin në një vend, gjëja e parë që bënin ishte ndërtimi i xhamisë. Pse? Sepse xhamia ka rol shumë të rëndësishëm në jetën
e muslimanëve, qoftë kjo individuale apo dhe shoqërore. Ndaj dhe xhamit quhen shtëpitë e Allahut, pra Bejtullah. Ndaj tregon Amr ibn Mejmun, thot, kam arrit shokët e pejgamberit alayhis salam, të cilët i qunin pra xhamit, pra kur flisnin për xhamit, thoshin se këto janë shtëpitë e Allahut. Dhe është hak i Zotit që kush shkon në to t'i respektoj dhe t'i nderoj. Pra ty nëse të vjen një mik në shtëpi, a do t'a respektosh? Patjetër që po. Pra do të përgatish një qerase të mirë, po ndoshta edhe një ndarë të mirë, jo si normale. Pra përpiqesh ta respekton. Kurse njerëzit që shkojnë në xhami janë miqtë e Allahut. Dhe atëherë si mendoni se do t'i nderojë Allahu më madhëruar ata? Pra patjetër që do t'i nderojë ata dhe do t'i lartësojë. Ndaj dhe xhamit e kanë marrë këtë emër shtëpitë e Allahut sepse njeriu gjen në to mirësinë e Allahut subhanahu wa taala. Pra çdo njeri që shkon në to do të gjejë në to mirësinë e Allahut subhanahu wa taala. Ndaj dhe ka ardhur në një transmetim se pejgamberi alayhis salam ka thënë el mesjidu bejtu kulli taqiyyin. Pra xhamia është shtëpia e çdo njeriu të devotshëm. Pra i cili është i devotshëm, ku e ka shtëpinë e vet, e ka në xhami. Ndaj, nëse dikush do me mat besimin e vet, le ta masi se si është ai në lidhje me xhamin. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam na tregon se xhamia është prej vendeve më të dashura të Allahut subhanahu wa taala. Ndaj që shka në një hadith se pejgamberi alayhis salam thot, xhamit janë vendi më i dashur i Allahut subhanahu wa taala. Pra, ai i cili kërkon dashurinë e Allahut subhanahu wa taala, ku mund ta gjej? Ose një prej vendeve ku mund ta gjej kush është xhamia. Pra kërkon dashurinë e Allahut dhe gjen atë në xhami. Gjithashtu të nderuar, në xhami zbret mëshira e Zotit. Qysh ka ardhur në një transmetim se pejgamberi alayhis salam thot se kur një grup, një popull mblidhen dhe studiojnë librin e Allahut, e lexojnë, studiojnë në një prej shtëpive të Allahut. Vazhdon hadithin, tek ta pra zbret mëshira e Allahut, qetësia, e shpërblimet e tjera që ka përmendur në këtë hadith. Pra, mëshira e Allahut është në xhami. Ndaj ai i cili kërkon mëshirën e Allahut e gjen atë duke shkuar në xhami. Për këtë arsye, pejgamberi alayhis salam na ka treguar se sa e rëndësishme është që njeriu të ndërtojë një xhami. Ndaj dhe thot ai i cili ndërton një xhami për hir të Allahut, Allahu i ndërton atij një shtëpi, xhenet. Dhe mos të ishte rëndësia, nuk do të kishte përmend të shpërblim të madh që ka ndërtimi pra i xhamive. Ndaj dhe muslimanët në gjithë historinë e tyre e kuptuan rëndësinë e xhamive dhe i ndërtuan xhamit dhe i mirëmbajtën ato. Ndaj shohim ne për shembull në gjithë qytetet tona që numri i xhamive ka qenë i konsiderueshëm. Pra në çdo lagje ke pas xhami. Derisa erdhi komunizmi dhe i shëmbi, dhe sot po përpiqen muslimanët me forcat e tyre, bashkëpunim me vëllezërit e tyre që t'i ndërtojnë këto xhami. Ndaj të nderuar,
rëndësia e xhamisë, pozicioni që ka xhamia në Islam është i madh. Përmenda këto pak pika për të kaluar dhe me I lënë vend në pikave apo pikave të tjera se çfarë ndikimi ka xhamia tek ne si musliman në vetët tona. Pra ne çfarë përfitojmë nga xhamia? Së pari, do të them se njeriu kur lidhet me xhamin, ai fuqizon besimin e tij, fuqizon lidhjen e tij me Allahun subhanahu wa taala, pastron veten e tij nga çdo gjë e gabuar dhe besimi I gabuar. Ndaj Allahu thot: "Wa anna al-masajida lillahi fala tad'u ma'a Allahi ahada." Dhe vendfaljet janë vetëm për Allahun. Pra njeriu duhet t'i falet, duhet t'i lutet, duhet t'i përulet vetëm me Allahu subhanahu wa taala dhe mos I lut askujt tjetër. Dhe këtë gjë na I mëson xhamia. Në moment që njeriu shkputet nga xhamia, në një farë mënyre do të fillojë të shkpusi lidhjet me Zotin e tij dhe kjo do të ndikojë dhe në besimin e tij. Ndaj, xhamia e mban besimtarin që ai të zhvilloj besimin e tij dhe xhamia për njeriu është si ai ujë për pemën. Pra një trëndafil mund të jetë sado I bukur, ose një lule, po nuk u va ditë do filloj të thahet. Edhe xhamia, mund të jesh një besimtar I mirë, po fillove të shkputesh nga xhamia, do fillosh të devijosh. Pra kjo është shumë e rëndësishme. Ndaj njeriu sa më larg xhamisë të jetë, aq më larg Zotit do të jetë. Dhe secili prej nesh ta shohë në veten e tij. Kur nuk e fal namazin në xhami, si e ndjen veten? Si e fal namazin? Pra nëse ne falena në xhami me xhamat, pra namazi duhet më I qetë, do të jemi më të kujdesshëm. Kur falesh vetëm, dhe secili prej nesh e ka provuar, harron, shumë herë se merr vesh sa rekat me fal, nxiton për 2 minuta ka të rekati ka dhënë fundin, e shtyn namazin nga koha vet, ha se kam një punë dorë se ta mbaroj këtë, ha se ta mbaroj këtë, ha se ta mbaroj këtë, dhe gjithmonë do ta gjesh që namazet nuk I fal në ato që është koha më e mirë e namazeve që e fillim I saj. Kurse po të gjove ezanin, apo edhe pa të gjore ezanin, shkove në xhami, duhesh I kujdesshëm për namazin. Pse? Sepse ti shikon orën, telefonin, e sa kanë ngel nga ezani 2 minuta, do të marrë abdes në xhami. Kur nuk shkon në xhami, shikon sa kohë ka ngel që dali kohë namazit, e 1 orë pas ka kohë pas. Kjo ndodh gjithë. Kush më shumë, kush më pak. Ai shumë sa që ndonjëherë njeriu kur falet vetëm, ndonjëherë ndjen në veten e tij se nuk është fal. Pse? Sepse ndryshe është kur falesh në xhami në një vend ku është mëshira e Zotit, ndryshe është kur falesh haq se duhet me u fal. Patjetër ne do të na bjerë të falem edhe në shtëpi, edhe në rrugë, edhe në punë, sepse secili varet se ku e zakon namazin. Por se dikush që është I kujdesshëm përpiqet brenda mundësive të sistemoj punët e tij me oraret e namazit në xhami. Ndaj për shembull, nëse do me dalë me një shok, me pirë kafe, thotë hajde dalim nga ora 4:15. Pse në 4:15? E lëm 5:15. Takojmë, falim namazin në xhami, pastaj shkojmë dhe pimi kafe apo bëjmë dy muhabete. Pra, edhe një herë po e përsëris, sa më të lidhur të jemi me xhamin, aq më të lidhur do të jemi me Zotin tonë. Gjithashtu të nderuar, namazi na edukon ne me
bindje ndaj Allahut dhe me rregull. Pse na edukon me rregull? Sepse imami në xhami nuk të pret ty derisa të vish. Ka një kohë, në këtë kohë bëhet ikameti, erdhi koha bëhet ikameti, s'pret njëri. Jo po se më doli punë nga shoh. Dhe ti do fillosh do ta mësosh veten tënde me rregull. Do jesh i rregullt me namazet. Dhe çdo gjë do të jetë sistemuar sipas kohëve të namazit. Gjithmonë kur njeriu e ka këtë mundësi, se jo të gjithë e kanë këtë mundësi. Gjithashtu të nderuar, njeriu kur shkon në xhami do të shtojë dijen e tij. Sepse në xhami do të gjej një këshill, do të gjej një mësim, do të gjej një orientim. Po ndoshta hoxha do lexoj një hadith, do komentoj një jetë kuranore. Prandaj dhe xhami është vend i dijes. Për këtë arsye, në xhamit tona nuk mungojnë ligjëratat, këshillat, orientimet. Dhe kështu duhet të jenë. Se në moment që mungojnë këto gjëra, do të thonë që xhamia nuk po e kryen rolin e saj. Pra, njeriu kur shkon në xhami mëson diçka më tepër. Diçka që nuk e di, pyet ato që është më i ditur, që në përgjithësi, pra në përgjithësi se nuk është kurrë gjithmonë, por në përgjithësi është hoxha pasi ka mbaruar një cikël studimesh, po themi. Apo kur falet për një gabim dhe kur dikush e shikon, e korrigjon. Pra, xhami, kur shkojmë në xhami, mësojmë. Shtojmë dijen tonë. Dhe kjo është prej gjërave të rëndësishme që musliman përfitojnë. Ndaj të nderuar, asnjëherë mos i lini ligjëratat, mësimet e xhamisë me shku me pi kafe. Apo me shku me pushuar diku. Jo. Ka një ligjërat në xhami me shku. Vetëm kur nuk ke hapësirë, nuk ke mundësi është çështje tjetër. Dikush mund të thojë shif se unë kam dëgjuar këto ligjërata, këto mësime shumë herë. Do të mjaftoj ty sikur vetëm kjo që do të mjaftonte, që në një mexhlis ilmi, pra në një vend ku përmendet Allahu, me këshill, me ligjërat, Allahu i mëdhëruar do thojë në fund saj, ngriuni me mëkatet falura. Këtë gjë ti nuk e gjen as te kafja, as të ndër shtëpi, as duke shku me bringjin. Ndërkohë, nëse do me shku me pirë kafe, ka kohë. Do me shku me pushur, ka kohë. Ama kur ka një mësim, diçka në xhami, kom ngulni që mos të lini. Dhe e mira e kësaj të nderuar është sepse ti edhe hoxhës xhamis i jep vullnet që ai të organizojë aktivitetet sa më tepër. Sepse shikon që xhamati është interesuar. Në moment që hoxha organizon aktivitete, xhamati shkojnë te kafja. Nuk vinë. Nuk flas për ata që mund të jenë orar punë apo kanë angazhime, patjetër. Atëherë dhe hoxha thotë pse më u lodh kota. Kur nuk don, për çat lodhen kot. Prandaj vëni rëndësi. Gjithashtu të nderuar, secili prej nesh përpiqet ta marrë fëmijën e tij, familjen e tij kur ka një mësim, kur ka një ligjërat. Ndoshta nuk i arrin dot gjitha, por se është shumë e rëndësishme që familjen, fëmijët t'i mësojmë me xhamin dhe t'i mësojmë me mësimet që bëhen në xhami. Nëse në një xhami mund të ketë 2, 3, 4 ligjërata apo këshilla në xhami, të paktën në një. Në një në thonjza e kam obligative unë, familja ime që të shkoj. Dhe vallaj keme ndjerë bereqetin dhe mirësin në vetët tënde dhe në familjen tënde. Do shikosh që dhe në familje do ndryshoj atmosfera për mirë. Pse? Sepse ti je ullë në një vend ku është mëshira e Allahut, ku janë ëngjujt, ku është qetësia. Dhe kjo gjë do të shoqëroj edhe në jetën tënde. Ndaj mësojni. Nëse në xhami bëhet një kurs për fëmijët, le të fis fëmijë, një herë, 2 herë,
Pra, shumë e rëndësishme që ne të përfitojmë prej atyre aktiviteteve, prej mësimeve, prej ligjëratave që bëhen në xhami. Nëse diçka e di, pyet për diçka që s'e di, nëse diçka e ke dëgjuar një herë, e përforcon. Po e fundit fare, sepse shumë arsyeton me këtë, mëse ne po bëjmë 20 vite në xhami, kena dëgjuar këto muhabete, merr shpërblimin e Allahut subhanahu wa taala, merr faljen e tij, mëshirën e tij. Ne për çfarë falemi? Për çfarë na bërë musliman? Të arrijmë kënaqësinë e Zotit. Atëherë nëse kjo është një rrugë që unë fitoj kënaqësinë e Allahut, pse jo? Gjithashtu të nderuar, xhamia na mëson ne vllazërinë. Na mëson që ta duam njëri tjetrin. Pra tek vetja jonë zhvillohet dashuria për njëri tjetrin, respekti për njëri tjetrin. Largohet armiqësia, urrejtja për njëri tjetrin. Dëgjove një fjalë për dikon, të tha një fjalë të keqe, erdhe në xhami, u fale me të në krah. Do të shtohet dashuria. Po je të falë me të, thoj subhanallah. Ky i falet Zotit, unë e falet Zotit. Pse duhet me mbajti natë njëri tjetrin? Pra, me anë të ardhjes në xhami, ne fuqizojmë ato që thot Zoti i madhëruar, innamal mu'minuna ikhwa. Secili në veten e tij dhe pastaj patjetër kjo ndikon dhe në shoqëri. Gjithashtu të nderuar, shkuarja në xhami është një dëshmi e qartë e devotshmërisë tonë. Ndaj Allahu i madhëruar çfarë thot në Kur'an, innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmal akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakat wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu min al-muhtadin. Pra Zoti i madhëruar dëshmon se ata të cilët kujdesen për xhamit, qoftë ky kujdesi në ndërtimin e tyre, në mirëmbajtjet e tyre, qoftë ky kujdesi duke i mirëmbajtur ato me namaz në to. Dhe kjo është kryesore, se të xhamit për këtë janë ndërtuar. Pra, ata të cilët besojnë në Allahun, ditën e gjykimit, falin namazin, japin zakatin, nuk kanë frikë asnjë përveç se Allahu subhanahu wa taala, dhe këta, thot Zoti i madhëruar, janë të udhëzuar. Pra, ai i cili kujdeset për xhamin, është prezent në xhami me namazin e tij, ai me dëshmi nga Zoti i madhëruar shpresohet pra që të jetë prej të udhëzuarve. Dhe nëse Zoti ty të shkruan tek njerëz të udhëzuar, ti ke fituar. Dhe një prej rrugëve që të bën që të jesh i tillë është kujdesi për me shkuar në xhami. Gjithashtu pejgamberi alayhis salam, që shka në një hadith nga Tirmidhiu, herë të tjerë, thotë nëse e shikoni një burr i cili shkon vazhdimisht në xhami, dëshmoni se ai është besimtar. Sepse nuk ka mundësi të shkojë në xhami rregullisht dikush i cili nuk është i tillë. Pra shihni të nderuar, Allahu i madhëruar pra na tregon se shkuarja në xhami është udhëzim, është besim, dhe së fundmi, pasi tema kërkon, ai i cili është i lidhur me xhamin do të jetë në hijen e Allahut subhanahu wa taala atë ditë kur të dalin përpara tij. Siç ka thënë pejgamberi sa në një hadith të njohur, 7 kategori njerëzish janë në hijen e Allahut subhanahu wa taala dhe arshit e tij, dhe një prej tyre është një person i cili e ka të lidhur zemrën e tij me xhamin. Pra mbaroi namazi, pret kur do vi namazi tjetër. Shif se vjen kohë namazit, do të më shkon në xhami. E ka zemrën e tij të lidhur me xhamin. Ky person si shpërblim do të ketë tek Zoti i madhëruar, pra që do të jetë nën hijen e tij, do të jetë i ruajtur nga vështirësitë atë ditë ku njerëzit do të jenë në vështirësi të mëdha. E lutim Allahun e madhëruar që të na bëjë për atyre të cilëve janë të lidhur me xhamin, përfitojnë prej shpërblimit të saj, afrohen tek Allahu i madhëruar, paqja mëshira Allah qoftë mbi profet me Muhammedin alayhis salam. Allah shpëlbeft. Allah shpëlbeft.
Allah janë këshilla shumë të dobishme. Nuk ka diskutim që hadithi i fundit që përmendi Hoxha, që thot për profetin Muhammed sallallahu alaihi wasallam, dëshmoni që ai është besimtar, personi që shkon në xhami, është një hadith më i bukur i cili si hadith na gëzon normalisht besimtar, alhamdulillah, sidomos për atë që është lidhur me xhamin. Sepse xhamia të largon sufajsinë. Për shembull, një hadith profeti alaihi salam thotë që në xhami me xhamat nuk është prezantojnë, ose i vjen rënd të prezantojnë në xhami në namaz në sabat të yacis të munafiku. Ndërkohë besimtari ka zgjedhjen e madh që të prezantojnë në xhami. Ne kemi vëllezër që normalisht dihet Tirana ka këto dimensione të ndryshme të sociale që janë vëllezër me qira normalisht. Edhe i dim shumë mirë që përpiqet gjatë shpinën me qira ta gjen kur xhamia hapur. Normalisht kjo është një shenjë të besimit, sinqert në zemrën e tyre. Por nuk do të thotë që kemi shpirt të ardhur pastaj edhe e falim nga shtëpia se gjën hoxha nuk e thonë sa. Këto janë më mesazhe për ato që kemi prezantuar. Allah ju mëshiroj. Mirë, zotë shumë të mira, ja kemi fjalën e Hoxhës Zeidit. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد من الله تمشيروsit mëshirëbërësit, përshëndetjet I dërgojmë mbi më të zgjedhurin e njerëzimit, profetin ton sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij dhe mbi gjithë ata të cilët ndjekin dhe pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Allah është përbleft Hoxhën, imamin për mikpritjen. Allah është përbleft doktor Jasinin për këshillat. Zoti është përbleft edhe ju, elus Allahun e lartësuar që kështu siç na ka bashkuar në këtë vend, na bashkoj edhe në xhenetet e tij. Patjetër, ky vend në të cilin jemi mbledhur është ndër vendet, pra vendet më të dashura tek Zoti I gjatësisë. Është burim drite për ato vende ku në të cilat ndodhen pra xhamit. Është vend ku pastrohen shpirtrat. Është vend ku edukohen brezat. Është vend ku nga këtu nis ndryshimi I shoqërisë. Jo më kot Zoti I gjatësisë ka bërë që shtëpia e parë e ndërtuar mbi sipërfaqen e dhëut të jetë pikërisht xhami. Inna awwala bayti wudi'a lin-nas lalladhi bi Bakkata mubaraka. Thot Allahu I lartësuar. Shtëpia e parë e ndërtuar për njerëzit mbi sipërfaqen e tokës është ajo e cila ndodhet në Mekke, pra Qabja, xhami. Allahu subhanahu wa taala I lavdron në Kur'an ata të cilët I frekuentojnë xhamiat. Fi buyutin adhina Allahu an turfa'a wa yudhkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghuduwi wal asal. Shtëpi në të cilat ka urdhëruar Allahu që të ngrihen. Dhe në to të përmendet emri I tij. Në to madhërohet Allahu mëngjes dhe mbrëmje. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Njerëz të cilët nuk I pengon shitblerja nga përmendja e Zotit. Dërsa në një ajet tjetër Zoti I gjatësisë thot innama ya'muru masajid Allahi man amana billahi wal yawmil akhir. Thot Allahu I lartësuar, me të vërtet I frekuentojnë dhe kujdesen për xhamitë e Allahut ata të cilët besojnë Allahun, ditën e gjykimit, falin namazin, japin zakatin dhe në fund Zoti I gjatësisë thot sigurisht këta janë ata të udhëzuarit. Po të shikojmë Zoti I gjatësisë, njerëzit më të dalluar I ka përzgjedhur që të kujdesen pikërisht për këto xhami. Përmend Zoti I gjatësisë për Ibrahimin alayhis salam. Wa idh yarfa'u Ibrahimu al-qawa'ida min al-bayti wa Ismail. Kujtoje thot kur Ibrahimi dhe Ismaili pra ngrinin themelet e Qabës. Po ashtu profeti ynë sallallahu alaihi wasallam. Gjëja e parë që bëri kur emigroi për në Medinë, që vendosi themelet e një shteti të ri, ndërtimin e një shteti të ri ishin 3 gjëra që bëri: vllazëria midis ansarëve dhe muhaxhirëve,
ndërtimi i xhamisë dhe el-wathiqa, pra ligjet që vendosi profeti sallallahu alaihi wasallam, marrëdhëniet që do të kishin muslimanët mes njëri tjetrit dhe muslimanët me jo muslimanët. Por po të shohësh profeti alaihi salam nuk pyeti për shembull ekonomia, nuk pyeti marrëdhëniet politike, po menjëherë filloi gjëja e parë vendosi themelin, xhamin. Nga aty pastaj do të fillonte edhe shumë gjëra tjera do të sistemoheshin me anë të xhamisë në shoqëri. Dhe profeti sallallahu alaihi wasallam përmendin dietarët, madje kanë bërë edhe pranë librat e tyre kapituj që xhamit të cilat i kanë ndërtuar profeti alaihi salam. Po të shohësh edhe gjatë udhëtimeve të tij, profeti alaihi salam për disa orë bonte një vend falje. Tregon që për njerëzit, për shoqërinë, për gjithë, pra ka një rëndësi tepër të madhe. Dhe në atë xhami të cilën e ndërtoi profeti sallallahu alaihi wasallam, po meditosh, lexosh për të, ishte një xhami tepër e thjeshtë, tepër modeste. Pra ndërtu me dru palme, mbulu me gjethe palme, shtru hasër, diçka pra shumë me thjeshtë. Por prej saj dolën njerëz të cilët ndryshuan rrjedhën e historisë. U edukun në të Ebu Bekri, Omeri, Uthmani, Aliu, gjithë sahabët. Prej asaj xhamia. E tillë ka qenë xhamia edhe brezat e tjerë pas tyre. Në shumë vende të botës islame, xhamia ka shërbyer për ato qëllime që shërbejnë kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam. Do të shohësh xhamia e Mekës, xhamia e Medinës, xhamia në Bagdad, në Damask, në Egjipt, në Tunizi, pra xhami ku në to shërbenin, pra ishin vende ku në to edukoheshin me mira njerëz, ku në të ishte shërbente për edukim, shërbente për dituri, shërbente për profeti sallallahu alaihi wasallam. Po të shohësh xhamia e tij, nuk ishte vetëm vend falje, pra thjesht fal namazin dhe kaq. Apo mbaj një hutbë xumaje, jo. Profeti sallallahu alaihi wasallam, po të lexosh për xhamin e tij, ai ishte vendi ku edukoheshin, ishte vendi ku mësonin, ishte vendi ku këshilloheshin, ishte vendi ku bëheshin aktet e martesës, ishte vendi ku shërbente për njerëzit, pra për shoqërinë që ishin nevojë. Ishte vendi ku profeti sallallahu alaihi wasallam gjykonte. Pra shumë dobi të cilat ishte pranë dobinë e shoqërisë përreth. Dhe ne, nëse duam që me të vërtet xhamia ta ketë atë funksionin e saj real siç duhet, duhet marrim për shembull profetin sallallahu alaihi wasallam. Dhe të jenë xhamit tona ashtu siç ishte xhamia e profetit alaihi salatu wassalam. Patjetër alhamdulillah në vendet tona xhamiat janë ndërtu për atë qëllim dhe janë ndërtu ashtu. Pra me u adhuru Zoti i gjatësisë në to, ashtu siç kënaqet Allahu i lartësuar, por më pas lind ajo përgjegjësia jonë që të ketë efektin xhamia, pra edhe tek shoqëria. Të ketë efektin xhamia edhe tek lagja ku ne jetojmë. Patjetër që xhamia ka një rol tepër të madh dhe indikim tepër të madh në shoqërinë ku ne jetojmë. Çështja e parë është në patjetër adhurimi, kjo na përket ne si musliman, por ne si musliman do të përcjellim atë që mësojmë dhe edukohemi në xhami, do ta përcjellim në shoqëri. Çështja e parë është çështja e edukimit. Brezat e ri me u eduku në xhami, me shërby xhamia si vend edukimi. Ashtu siç profeti sallallahu alaihi wasallam pra edukoi ata sahabë të cilët përcollën fen tek njerëzit. Xhamia ku në të pra pastrohet shpirti. Vlen për të pastru shpirti, vlen për të pastru njerëzit nga dukuritë negative. Dhe nëse njeriu do vinë në xhami, do prezantojnë për shembull, siç e përmendi hoxha, një ligjërat, ai do vinë me bashortën e tij, do vinë me fëmijën e tij. Tani këtu në xhami,
Ai për shembull, personi xhamatliu mund të jetë tregtar. Tu do mësoj që nuk duhet me vjedh, nuk duhet me mashtru. Ku do e praktikojnë këtë? Kur dalet janë treg. Do e praktikojnë mësimin që bërin në xhami. Ai do mësojnë në xhami se duhet me respektu prindrit. Dhe jashtë xhamie ke shtëpia, do e praktikojnë. Dhe më kujtohet një ngjarje që në Perëndim, një grua shikon pra komshitë e saj, shikon që fëmijët kishin një respekt tepër të madh për prindrit. Sjellja e tyre pra ishte shumë e mirë. Ajo shikonte fisin e vet, s'doshte me ditë fëmia për prindin, prindi për fëmijën. Nuk ishte musliman. Komshiti kishte musliman. Dhe shikonte fëmia vazhdimisht, shkonte pra xhamin e kishin afër. Sjellja i boni shumë përshtypje e fëmijës. Çfarë bën? U rrit djali i saj, e mori për dorë, e çoi tek dera xhamista dhe merrni tha edukojeni. Sepse tha du tha që fëmia im të bëhet si djali i komshillt. Pse sa ai kishte përcjellë, kishte reflektuar atë çka kishte mësuar në xhami. Dhe ne nëse duam pra që të ndikojmë tek shoqëria, duhet me prezantu, me mësu ato gjëra dhe me i përcjell këto gjëra tek të tjerët. Xhamia patjetër që ka ndikim në shoqëri në përhapjen e diturisë. Xhamit gjatë gjithë historisë kanë qenë vende ku në to pra mësoheshin dituri të ndryshme. E shifje në një xhami pra disa grupe mësimi, mësime të ndryshme. Qofshin ato mësime fetare apo edhe mësime të cilat i bëjnë dobi shoqërisë pra në çështje të ndryshme të jetës. Dhe kanë qenë si thuash si universitet, ku në to mësonin dhe përcjellnin ato mësime njerëzit. Madje shokët e profetit alayhis salam, çfarë bën pasi ndroi jetë profeti alayhis salam? Një pjesë e madhe e tyre u fokusuan tek mësimdhënia. Përmendet për shembull Xhabiri, Zoti qoftë i kënaqur prej tij, kishte një mësim tepër të madh në xhamin e profetit alayhis salam. Një herë Abu Huraira del në treg dhe shikon njerëz shumë. Edhe fillon të thras. Thot ç'a boni ju? Ndërkohë që në xhamin e profetit alayhis salam po shpërndahet trashëgimia e profetit. Ata siç janë nxitu për tek xhamia. Kur shku, s'pan se po shpërndahej ndonjë pasuri. U kthyen thanë si na the ashtu. Tha ç'a pa në xhami? Pam tha njerëz, një grup faleshin, një grup lexonin Kur'an, një grup tjetër merrnin mësim halal e harami. Tha po kjo është trashëgimia që kalon profeti alayhis salam. Këtë ngjarje e përmend Taberani në El Awsat. Xhamia ishte edhe vendi ku thureshin ndoshta edhe vargje ose mësonin, për shembull, poezi ose gjëra të ndryshme. Hasan ibn Thabit në një herë e shorton Omeri, se ishte duke thurë një vjersh. E shorton Omeri, i thot, e kam kënduar këtë gjë edhe para dikujt më të mirë se ti, profeti alayhis salam. Pra gjë që tregon se xhamit shërbenin për njerëzit, pra edhe për këtë gjë. Xhamit patjetër pra kanë shërbyer dhe shërbejnë edhe në çështje sociale. Dhe po të shofësh xhamia e profetit sallallahu alaihi wasallam, kemi dëgjuar vazhdimisht për ehlus suffe, njerëzit e suffës. Njerëzit nevojë, vinin nuk kishin, vinin ke xhamia e profetit sallallahu alaihi wasallam. I kishte nda profeti alayhis salam një cep aty, një vend që ishte për ta. Por xhamit edhe sot po të shofësh gjatë historisë ne kemi parë për shembull gjatë luftës së Kosovës. Disa prej xhamive u vendosën shërbim njerëzve, si fjetinj ishin. Kemi pa tani kohë të fundit në Shqipëri, xhamit u vënë shërbim njerëzve pra për tërmetin. Këto burun të mësime. Patjetër burun tek koha profetit sallallahu alaihi wasallam. Tek i dërguari i Zotit alaihi
as-salatu was-salam. Xhamia ndikon edhe në përmirësimin e gabimeve të robit. Nëse njëri ka gabime, vjen e përmirëson, mëson dhe i përmirëson xhamin, dhe këtë do ta reflektoj tek shoqëria. Përmendet për atë personin të cilin profeti alayhis salam e dërgoi me një detyrë për të mbledh zakatin. Dhe kur erdhi, kishte mbledh zakatin. Kur erdhi tek profeti alayhis salam, tha, kjo është për ju, kjo tha, ma kanë dhënë për mua. Profeti alayhis salam mbajti një këshill aty në xhami. Dhe e shortoi për këtë veprim. Kjo ishte si rishfeti pra, mos hapi porta e rishfetit. Po nëse njeriu e mëson të në xhami, ai do ta reflektojë edhe tek shoqëria e kur të jetë në një detyrë, në një punë ndoshta zyrtar. Ai e ka mësuar vëlla se nuk duhet me marrë rishfet. Dhe këtë reflekton tek shoqëria. Patjetër që xhamia shërben edhe për ata njerëz të cilët kanë brengë, kanë halle, kanë mërziti. Vinë dhe aty ja shprehin Allahut lartësuar ato nevojat që kanë. Përmend Abu Sa'id al-Khudri, një herë thot, vjen profeti alayhis salatu wassalam në xhami dhe gjen një person, pra Abu Umame. E gjen atë që ishte vetëm në xhami, s'kishte njerëz tjerë. I vjen profeti alayhis salam e thot, ç'nen këtë orar, thot në xhami, o i dërguar i Zotit. Po, jam myt në brenga, borxhe. Aty profeti sallallahu alaihi wasallam i mëson një lutje, të cilën e bëri ky njeri dhe thot, subhanallahu, mi largoj Zoti brengat dhe borxhet. I shlyfon. Përmendet në Mosul, qytet në Irak, përmendet një person, një herë ishte zhyt në borxhe. Halle shumë, shkon mes natës në xhami. Fal 2 rekat namaz. Dhe i lutet Allahut subhanahu wa taala. Përmendet se i pari atij vendi shikon një ëndër shqetësuese. Dhe si duhet shkon dhe prapë çonte diçka tek xhamia. Dhe kur shkon tek xhamia në atë orar gjen këtë person. Dhe ja jep atë çfarë kishte nevojë. Atëherë i thot, tani thot, e mësove, thot, e di thot kush jam. Kur të kesh hall, hajde ke trokit. Tha, kur të kem hall, vi aty ku erdha sot. Pra, xhamia patjetër ka shërby për ndihmën e njerëzve. Dhe për njerëzit e sufës, përmendet edhe se profeti sallallahu alaihi wasallam sa herë që i vinin ndihma, pra sadaka, shkonte ja jepte atyre njerëzve në nevojë që ishin në xhami. Kur i vinin dhurata dhe nuk merrte prej saj. Kur i vinin dhurata, shkonte bashkohej me ta, pra edhe mund të konsumonte diçka prej saj. Gjë që tregon kjo pra se xhamit e kanë pas edhe këtë rol. Por xhamit patjetër kanë edhe atë rolin e bashkimit njerëzve, e njohjes me problemet e njëri tjetrit. Ne nëse do të vim 5 herë në xhami, 1 herë, 2 herë, e shohim njëri tjetrin, 1 herë buzëqesh, 1 herë ndoshta është i pikëlluar. Kur është i pikëlluar, detyrohemi e pyesim, ç'a ke sot? Po kjo nëse ne, pra, për shembull marrim vesh dikush prej nesh është smur, dhe i shkojnë vizitë, a nuk është kjo pra diçka që reflektohet edhe në shoqëri? Do të shohin ata të afërmit, do të shohin familjarët, o këti muslimanët i erdhën ata shokët e vet, i erdhën ata vëllezërit e vet. Po në xhami, kur vin njerëz këtu ke shtresa të ndryshme, ke njërin me pozitë, ke njërin që s'ka pozitë, dikush me ngjyrë, dikush pa ngjyrë, gjithë lloj. E kjo patjetër që ndikon edhe tek ata që ndoshta vin vetëm 1 herë, kur e shef ai gjithë një lloj. A nuk ndikon kjo edhe tek shoqëria? Xhamia patjetër është dritë
dhe burim drite. Është dritë për njeriu si në këtë dynja, por edhe në botën tjetër. Dhe profeti alayhis salam thot në një hadith, përgëzoj ata që ecin në errësirë, pra për në xhami, me dritë të plot ditën e gjykimit. Njeriu që vjen në xhami është dritë për të, është dritë për të në këtë dynja, reflekton dritë edhe tek të tjerët, por do të jetë dritë për të edhe ditën e gjykimit, kur të kalojnë orën e siratit, ai me lejen e Zotit të gjithësisë do të ketë dritë deri në xhennet. Lutim Allahun e lartësuar që na bëjë prej atyre që xhamit tona i shndrojmë të jemë të dobishme për ne, për vendin tonë, për shoqërinë tonë. Lutim Allahun e lartësuar që të na mundësoj që ne si besimtar, pra duke fillu tek hoxhallarët, duke fillu tek besimtarët, tek ata që kujdesen për xhamit, të shndrojmë xhamiat tona të dobishme për vendin ku jetojmë. Allahu ju shpërblet me të mira. Allahu shpërblet. Allahu shpërblet edhe Oxhedin me këshillat e bukura. Vëllezër dhe motra, nëse do t'i përmbledhim me dy fjalë çfarë thanë xhallarët. Dietarët bën një përshkrim të bukur të besimtarit fillestar në Islam. I ngjan thotë atit gurit në maj të malit, që shkëputet nga maja e malit. Dhe shkëputja e gurit nga maja e malit, atë me prek ashtu ai të çan naturës, është shumë i prek nga të gjitha drejtimet. Mirë po, rrokullisja që do të bëj ky gur, përplasja me gur të tjerë, erërat, shit, do ta marrë një proj vogël, do ta çojë ke një proj më i madh, proj i madh do ta çojë tek lumi, do të bëhet në fund fare ajo që ne quajmë zall, ai guri i pa dëmshëm, i lëmuar. Ky është dhe besimtari, i cili me prezencën e tij në xhami, me përplasjet me njëri tjetrin, me diskutimet me njëri tjetrin, me këshillat që marrin me njëri tjetrin, nuk mund të jetë besimtari si në fillestat e tij kur fillon prezencën e tij në xhami. Mendojeni për veten tuaj, a jemi një lloj siç kemi qenë para një viti apo ndjejmë përmirësim? Pa diskutim që ndjejmë përmirësim, sepse minimalisht kemi mësuar diçka të re brenda një muaji, sikur një gjë në muaj të mësosh i thon 12 gjëra të reja për një vit. Me që vjen një javë në xhami me që ke shumë punë. Po të vish për ditë, mësosh një gjë për ditë. Po të kesh diskutime për ditë me njëri tjetrin, të pyesësh, të mësosh, sepse siç tha profeti alayhis salam, besimtarit nuk duhet t'i ngjasoj dita e parë me të dytën. Duhet jetë ndryshme, duhet përmirësohet dita e ditës. Kështu është dhe puna e xhamisë, qoftë në aspektin individual, që ti përmirësohesh, ti bësh më i devotshëm, ti e njeh më shumë Allahun xhel shanhu, dhe këtë më pas e shtrin në jetën tënde të përditshme, praktikon në jetën tënde të përditshme. Bëhesh i dobishëm në shoqëri, bëhesh për atyre që ajo çfarë themi gjithmonë kur këshillojmë me njëri tjetrin, të na drejtohet gishti për të mirë, besimtari musliman, këto që shkojnë në xhami, këta që janë shembull i mirë kudo në jetën e tyre të përditshme, në familje, në punë e me gjëra. Prandaj alhamdulillah është mirësi e madhe, luma i cili kontribon në xhami, por unë ju kam thënë gjithmonë që kontributi më i madh sot për sot në xhami është të jesh prezent në xhami. Safet të mbushen me xhamat. Ky është kontributi thelbësor, pastaj gjërat tjera ekonomike vijnë të dytat mendoj. Sepse jemi ne ata që do shikojmë nevojat që ka xhamia për të na lehtësuar neve më pas adhurimin ton, kështu Allahu xhaleshan. Siç sahabët kur e ban një profetin sallallahu alaihi wasallam, kur an sejdë në xhamin e tij siç e përshkruaj Hoxha Bukur, xhami shumë e thjeshtë, me palma, në rër. Ju bë kishte rënë shi një namaz sabahu dhe ju bë profeti sallallahu alaihi wasallam balli me paltën e rërës. E pa një prej sahabëve dhe shkoi e shtroi, kontriboi. Tjetri e pa që natën nuk duket, shkoi çoi disa kandila. Dhe të dy profeti alayhis salam i përgëzoi, sepse kontributi për aspekt material xhami vjen mbasi ti aty në jetën e përditshme dhe thu duhet kjo dhe duhet ajo. Por kur je prezent vetë jep kontributin më të madh tënd, prezencën tënde.
e cila për këtë fakt është ndërtuar xhamia, që ne të na lehtësohet falja, na lehtësohen adhurimet, të mësojmë të edukohemi, sepse për ne kjo është gjëja më e shenjtë. Se xhamin nuk na pëlqen sot, ndërtojmë një tjetër më të vogël, ndoshta më të madhe. Por ajo çfarë bëhet në brendësi të xhamisë, ajo çfarë ne kontribojmë, ajo çfarë Islami ne na ka këshilluar, është shenjtëria e fesë tonë, alhamdulillah. Dhe për këtë gjithë secili prej nesh patjetër që duhet të kontribojë me të gjitha mundësitë që ja ka mundësuar Allahu xhaleshanu, sepse patjetër gjithë secili prej nesh i ka kontributet e ndryshme nga njëri tjetri. Allahu ju shpërbleft, Allahu ju nderoft, Allahu ju shpërbleft për çdo fjalë dhe juve o xhallar të nderuar. Zoti ne lutim të na falë, na mëshiroj, na nxjerrë nga kjo ligjëratë e sotme me gjuna të falura, të ketë hedhur mbi ne mëshirën e tij të pakufishme. Inshallah do takohemi në raste të tilla edhe me xhallar të tjerë të nderuar. Zoti ju nderoft me të gjitha të mirat e tij. Nëse do të jetë mundësia bëjmë një foto, ta kemi kujtim me xhallarët që për të parë kemi edhe mysafir në xhamin tonë. Zoti ju shpërblet, sallallahu alaihi wasallam.